Përshëndetje të dashur pjesëmarrës, unë në rolin e zëvendës kryesuese së Këshillit zëvendësoj sot doktoreshën Fatmire, e cila ka një rast vdekje në familje dhe nuk mundi të jetë sot prezente me ne, edhe në emër të gjithëve se i shprehim ngushëllime për humbjen e motrës. Sot kem mbledhjen e 5 të Këshillit të Përgjithshëm të GVV-s, mirë se e gjejmë njëra tjetër në këtë pozicion të tillë ku janë të gjitha vajzat e gratë nga të gjitha komunat e Kosovës, dhe është një nder edhe që prezent, përshëndesim kryeministrin Albin Kurti të kryetarin e lëvizjes, zonin Albulena Agjiu, kryetare e GVV-s edhe ministre e drejtësisë, Agnesën, sekretare organizative, sekretarin organizativ, nënkryetaren dhe gjithë deputetët dhe antarët e tjerë. Këtu jemi me një vizion dhe me një rikonfirmim të një vërtetë të pashmangshme se pa zërin dhe angazhimin e gruas nuk ka drejtësi të plot, nuk ka zhvillim të qëndrueshëm dhe rrjedhimisht as shtet demokratik. Lëvizja vetëvendosje gjithmonë e ka dëshmuar se ka qenë një zë i së të vërtetës, duke krijuar gjithmonë një hapësirë për ato gra dhe për ato shtresa të marginalizuara që nuk janë dëgjuar më herët, duke ritheksuar në vazhdimsi se barazia nuk është vetëm ideal, por është qëllim edhe praktik, dhe se këtu nuk jemi vetëm për të kërkuar apo krijuar një hapësirë për veti, por të gjitha së bashku të bëjmë hapa konkret për krijimin e hapësirave dhe mundësive të reja për angazhimin e vajzave dhe grave që duan të bashkohen në rrugtimin tonë. Sot më shumë se kur kemi nevojë të jemi të bashkuara, më aktive dhe më të zëshme, sepse koha në të cilën po kalojmë është më të vërtetë sfiduese, ku sulmet e natyrave të ndryshme mediatike janë intensifikuar në mënyrë të pamëshirshme në një kohë kur menduam se e kishim lënë moti pas. Por si gjithmonë në këto momente tensione, gratë janë ato që sulmohen, stigmatizohen dhe injorohen me komentet më banale të mundshme. Sot kemi një shembull para vetes që nuk na lejon të heshtim, kemi kandidatën për kryetare të kuvendit Albulena Agjiun, një grua që nuk u tërhoq, nuk u dorëzua dhe nuk u thye para sulmeve të papara në nivelin e tillë cilin po e shohim. Lena, siç e quajmë ne aktivistët, është duke u bërë simbol një qëndrueshmërie që nuk kërkon më justifikime dhe kjo na obligon, sepse kjo nuk do të bëhet vetëm një historie e saj, por një thirrje për secilën nga ne. Fillojmë me rendin e ditës, kemi miratimin e rendit të ditës, besoj që të gjitha e keni marrë me email rendin e ditës, po e lexoj edhe njerë në rast se dikush nuk e ka pas mundësi me lexu. Pikat e rendit të ditës, në miratimi i rendit të ditës, caktimi 2 procesmbajtësve, fjala e kryetares së GVV-s Albulena Agjiu, fjala e kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, mande kemi pushim 30 minuta, kemi pikën e 5, miratimi i procesverbalit të mbledhjes së 4 të Këshillit të Përgjithshëm të GVV-s, diskutim mbi situatën politike, zgjedhja e anëtarës së kryesisë së GVV-s, raport mbi takimet me GVV-n e qendrave, zgjedhjet lokale dhe pika e fundit të ndryshme. A jeni për miratimin e rendit të ditës? Kush është për? Konstatoj se me shumicë të votave u miratua rendit i ditës. Në pikën e 2 kemi caktimin e 2 procesmbajtësve, propozohen për mbajtje të procesverbalit Mohamed Tërnava dhe Brunilda Gjura. A jeni për votimin e këtyre 2 procesmbajtësve? Konstatoj edhe se 2 procesmbajtësit domthonjë janë a kemi këto po? Mohamed. Dhe tash japëm fjalën kryetares së GVV-s, zonës Albulena Agjiu, për një fjalë rasti. Faleminderit shumë, nderuar zëvendës kryesuese e Këshillit të Përgjithshëm të Organizatës Gratë për Vetëvendosje, zonja Violeta Emini Saliu, nderuar kryeministër i lëvizjes, kryetari i lëvizjes dhe kryeministër i vendit, zoti Albin Kurti, faleminderit që je në vazhdimsi në secilin aktivitet dhe organizim të GVV-s. Të nderuara ministre, deputete, asambleiste, nderuar sekretare GVV-s, Agnesa, aktiviste të dashura të lëvizjes vetëvendosje.
Mirë se e gjejmë njëra tjetrën në këtë mbledhje të rëndësishme të Këshillit të Përgjithshëm të GVV-s, e cila është dëshmi e përkushtimit ton të palëkundur drejt barazisë, drejt drejtësisë dhe drejt zhvillimit gjithëpërfshirës. Mbledhja e sotme vjen pas një suksesi të jashtëzakonshëm në zgjedhjet e 9 shkurtit. Me shumë prej jush kemi pasur rastin që të takohemi gjatë kësaj kohe, por me që jemi në një format të tillë, më lejoni t'ju falenderoj nga zemra për angazhimin, për përkushtimin, mundin, por edhe për guximin që secila prej jush e ka dhënë në këtë proces të rëndësishëm. Lëvizja jonë sot është e fuqishme, fal punës tonë të përbashkët. Sot, fal këtij përkushtimi të përbashkët, vetëvendosje ka marrë mbështetjen më të madhe qytetare ndonjëherë dhe kryeministri Kurti është lideri më i votuar në historinë politike të vendit. Dhe të gjitha gratë deputete të lëvizjes vetëvendosje kanë hyrë në kuvend, pra janë zgjedhur deputete pa pasur nevojën e kuotës gjinore. Por edhe një aspekt tjetër është të i rëndësishëm dhe do doja që ta veçoja edhe këtu para jush. 48.7% e votuesve të lëvizjes kanë qenë vajza dhe gra. Pra, ky është një besim që na obligon, është një zë i fuqishëm që nuk na lë të ndalemi, përkundrazi, na obligon që të angazhohemi edhe më shumë, edhe më fort. Ky besim na obligon që të jemi përfaqësuese të dinjitetshme të çdo vajze që kërkon arsim më të mirë, të çdo nëne që kërkon siguri për fëmijët e saj, të çdo gruaje që kërkon një vend pune të denjë dhe të çdo të mbijetuare që kërkon drejtësi. E kemi bërë këtë me bindje të plotë dhe jo për retorik. Qeveria jonë ka ndërmarrë veprime konkrete për vajzat dhe gratë, kemi bërë hapa të guximshëm që nuk i ka bërë askush më parë në të kaluarën. Për herë të parë, një qeveri ka shtrirë dorën drejt grave dhe vajzave, jo vetëm për t'i përfshirë në politik, por për t'i fuqizuar realisht në ekonomi, në arsim, në shëndetësi e në drejtësi. Kemi rritur qasje në shërbime sociale për nënat e vetme, kemi investuar në trajnime profesionale për vajzat e reja dhe kemi riformsuar sistemin për të mbrojtur viktimat e dhunës me mekanizma më të fuqishëm e më të ndjeshëm. Në një kohë kur shumë flasim për feminizëm si shoqëri apo si koncept, më mirë me thënë modern, ne kemi kthyer atë në politikë publike të matshme dhe të prekshme. Kemi krijuar politika që synojnë barazinë në vendimarrje, në qasje ndaj pasurisë, në siguri e në edukim. Të dashura delegate, si ministre e drejtësisë jam përkushtuar thellësisht në realizimin e reformës që sistemi ynë i drejtësisë ka aq shumë nevojë. Hyrja në fuqi e ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës, pra që u bë së fundi, është një arritje që synon të çmontoj korporatizmin dhe të rikthejë llogaridhënien. Pra, lajmi është që 2021, në tetor 2021 kemi nisur këtë reformë në Këshillin Prokurorial, pavarësisht që na kanë penguar, pavarësisht që na kanë vendosur rrugë apo gur gjatë rrugës, ne më në fund kemi arritur për shkak vullnetit të hekurt që ta bëjmë të mundshëm reformën në Këshillin Prokurorial. Po ashtu, ligji për byroën për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme është një gur themel për një sistem të drejtë ku askush nuk është mbi ligjin, as ai që ka pasur pushtet, që ka pushtet, apo as ai që e ka keq përdorur detyrën zyrtare apo pasurinë publike. Në këtë mandat kemi bërë përparim të prekshëm në adresimin e krimeve të luftës, por po ashtu edhe në dhunën familje. Kemi ndërmarrë hapa që nuk ishin ndërmarrë më parë për drejtësi, për të vërtetën dhe për viktimat, veçanërisht për gratë që kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës, të cilat për shumë kohë kanë mbetur të padëgjuara dhe të paadresuara. Kemi ndërtuar mekanizma më të fortë për parandalimin dhe trajtimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave, me strehimore më të sigurta, staf më të trajnuar, ligje më të ashpra dhe përgjegjësi të qartë për secilin institucion.
sepse dhuna ndaj grave nuk është çështje private apo personale, është plagë sociale dhe çështje drejtësisë tonë kolektive. Të dashura delegate, jemi në një moment rëndësishëm politik. Përveç sfidave në kuvend dhe përpjekjeve tona për ta kthyer institucionin në funksion të qytetarëve të Republikës së Kosovës, na pret një proces tjetër kyç e që janë zgjedhjet lokale. Por kur jemi te Kuvendi i Republikës së Kosovës, dua t'ju lus të gjithave që të kuptojmë në çfarë betejë jemi dhe çfarë pluhuri po ngrisin. Ata godasin individualisht, ndonse problemin nuk e kanë me mua, problemin e kanë me lëvizjen vetëvendosje, vetë fakti që ata në deklarimet e tyre publike thonë që më e rëndë është qeveria Kurti se sa blokada në kuvend, flet për gjithçka tjetër. Pra, më shumë se kur, ne jemi, apo duhet të jemi të bashkuar dhe natyrisht ne kur as nuk i kemi dëgjuar dhe as nuk i kemi respektuar këta zëra të cilëve u adin qëllimin, por se duhet jemi edhe më të mobilizuar në krye detyrës të gjithë që të përcjellim te secili qytetar mesazhin ton, qëndrimin ton dhe qartësimin e situatës. Jemi në të drejtën ton, kemi punuar e do të punojmë pa hile për të mirën e përbashkët, jo për grupe dhe jo për klane. Nga kjo mbledhje thrasim që secili deputet e secila partie përfaqësuar në kuvend të marrin përgjegjësi që u takojnë dhe t'i braktisin qëndrimet penguese apo bllokuese. Konstituimi i kuvendit është përgjegjësi e gjithë deputetëve dhe jo vetëm e lëvizjes vetëvendosje. Në çdo seancë ne shkojmë për të votuar në mënyrë që me secilin veprim ton të kontribuojmë në konstituimin e kuvendit që nga seanca e parë konstituive pra ajo e 15 prillit. E me që jemi në prag të zgjedhjeve lokale, ju bëj thirrje që të angazhohemi fuqishëm. Jo vetëm si kandidate, gjithsesi edhe si kandidate, për këtë pjesë do të flasim edhe në pikën ku janë zgjedhjet lokale, por edhe për raportin që do ta paraqes sekretarja jon, pas takimeve që kemi mbajtur me GVV-t në përqendra, por që të angazhoheni edhe si organizatore, edhe si mbështetëse, edhe si frymëzuese dhe edhe si udhëheqëse të fushatës. Ne nuk jemi vetëm zgjedhëse, ne jemi forcë ndryshimi dhe është koha ta shndrojmë këtë energji në përfaqësim të fuqishëm në secilën komunë. Nuk ka demokraci të mirëfillt pa përfaqësim të drejtë gjinor. Nuk ka zhvillim lokal pa zëra të fuqishëm të grave në kuvendet komunale, në ekzekutivët lokal, në këshillat vendimmarrës. Prandaj në këto zgjedhje lokale, le të jemi të organizuara, të përgatitura dhe të solidarizuara sepse vetëm bashkë ne mund ta bëjmë ndryshimin. Le të mos lejojmë që asnjë grua që kandidon të mbetet pa përkrahje, le të jemi njëra pranë tjetrës, sepse forca jonë qëndron në bashkimin ton, në solidaritetin ton gjinor, në mbështetjen që japim njëra tjetrës. Asnjë vajzë nuk duhet të ndjehet vetëm në rrugën e saj drejt angazhimit politik. Asnjë grua nuk duhet të mposhtet nga paragjykimet, padrejtësitë apo nga mungesa e përkrahjes. Ne jemi këtu për të ngritur bashk, për t'i dhënë njëra tjetrës krah, për ta përmbushur misionin ton kolektiv. Ju ftoj që të takoni sa më shumë vajza dhe gra, të dëgjoni sfidat dhe hallet e tyre. Me qeverinë Kurti ne kemi dëshmuar që kur i adresojmë sfidat e qytetarëve të Republikës Kosovës, kur i adresojmë sfidat e vajzave dhe grave, ato sfida pastaj shndrohen në mekanizma që ju shërbejnë vajzave dhe grave. Takoni gra e vajza në zonat rurale, por po ashtu edhe në zonat urbane. Kudo le të jemi me to, por po ashtu edhe pranë tyre. Të dashura pjesëmarrëse, ne kemi arritur shumë, por rruga përpara kërkon më shumë prej nesh, kërkon angazhim të vazhdueshëm, mbështetje reciproke, bashkëpunim ndër gjenerata dhe përkushtim të pandalshëm për barazi të vërtetë. Duam që çdo politik të ketë në qendër vajzën që rritet me ëndrrën apo për ëndrrën për të udhëhequr një institucion. Gruan që punon 2 punë për të mbajtur familjen, nënën që rrit fëmijët e vetme,
aktivistën që lufton për barazi e për drejtësi dhe të mbijetuarën që kërkon drejtësi. Le të jemi bashkë pra në këtë rrugë, le të jemi njëra për tjetrën gjithmonë dhe gjithnjë dhe kurdoherë, le të jemi të gjitha për vendin tonë, le të mos ndalemi së kërkuari më shumë, jo vetëm për veten tonë, por për të gjitha ato që nuk kanë mundësi të flasin. Faleminderit për gjithçka që jeni, faleminderit për gjithçka që bëni dhe faleminderit për gjithçka që do të arrijmë së bashku. Faleminderit. Dhe më lejoni që ta përshëndes edhe sekretarin tonë organizativ, zotin Alim Rama. Faleminderit sekretar që je edhe sot këtu, por edhe për mbështetjen e vazhdueshme. Zoti kryeministër, kryetari Lëvizjes, prania jote sot, si në çdo takim tjetër, ashtu siç e tha edhe Albulena, është dëshmi se ndryshimi nuk ndodh vetëm me teori, por me bashkëpunim dhe ajo që na veçan është veprimi, guximi për t'i dhënë kuptim politikës, jo si pushtet mbi të tjerët, por si kujdes për të tjerët. Edhe unë po kam dëshirë me përmend këtë situatën që jemi komplekse në prag të zgjedhjeve lokale, ku më shumë se kur na nevojitet një solidaritet në mes të grave, me takime intenzive dhe komunikim të vazhdueshëm në formë të motorizimit, ashtu siç ju e keni proklamuar në vazhdimsi, dhe kërkojmë nga gratë e zgjedhura si deputete në pozita të ndryshme të ndihmojnë gratë e nivelit lokal, sepse është e vetmja mundësi të motivojmë që të na ofrohen pas një hezitimi që ka filluar t'i kaploj kohëve të fundit. Andaj, ju ftoj për një fjalë ras. E nderuara kryetare e grave për vetëvendosje, Ministre e Drejtësisë Albulena Haxhiu, e nderuara zëvendës kryesuese e Këshillit të GVV-s Violeta Salihu, të nderuara ministre, zëvendës ministre, deputete e drejtuese të GVV-s në përqendrat e lëvizjes son, të nderuara delegatë të Këshillit të GVV-s në këtë mbledhje të 5 me radhë, të dashura aktiviste, pjesëmarrëse të Këshillit të Përgjithshëm të grave për vetëvendosje, puna jonë për barazinë gjinore është përpjekje për mirëqenjen e grave dhe të vajzave në shoqërinë tonë. Por ajo është edhe më shumë se kaq. Është pjesë thelbësore e një vizioni më të gjerë për transformimin e shoqërisë sonë në një komunitet vërtet të barabartë dhe progresist. Ky vizion nuk mund të realizohet pa angazhimin e plot të grave dhe të burrave në çdo sferë të jetës. Shoqëria jonë duhet të jetë e drejtë dhe kjo drejtësi duhet të shprehet qartë në mënyrën se si burrat dhe gratë punojnë së bashku për të arritur barazi gjinore dhe sociale. Gratë kanë qenë në vijën e parë të betejës për barazi dhe drejtësi, dhe tani është koha që edhe burrat t'i bashkohen plotësisht kësaj përpjekje, duke reflektuar dhe duke hequr dorë nga privilegjet që janë dhënë nga tradita dhe kultura patriarkale. Jam krenar të theksoj arritjet tona konkrete drejt kësaj barazie. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 kemi përfshirë 41 gra në listën tonë, 10 prej tyre në 20 e parë, një hap historik që dëshmon për kushtimin tonë. Sot lëvizja vetëvendosje ka 48 deputet në kuvendin e Kosovës, prej të cilëve 22 janë gra, duke quar përfaqësimin e grave në një nivel rekord prej mbi 45%. Dhe ajo çfarë është po ashtu interesante, në pranverën e vitit 2021, prej të gjitha grave të cilat i kishim në listë aso kohe, 39.7% fituan dhe u zgjedhën deputete. Ndërkaq në këtë pranverë, prej 41 grave që i patëm në listë, 22 u bën deputete, që do të thotë 53.7%.
Për 4 vjet kemi kaluar nga përqindja 39.7 që bëhen fituese dhe zën ulset e deputeteve në 53.7%. Një këso kapërcimi për 4 vjet pa dyshim që është i pashembullt dhe inkurajues. Përpjekja jonë për barazi gjinore nuk ka qenë kur një nismë sipërfaqësore. Ajo është mishëruar në çdo fushë veprimi, është shprehur në çdo takim të mbajtur, në secilin hap që e ka bërë lëvizja jonë e përbashkët. Ky angazhim ka kulmuar gjatë fushatës sonë, ku kemi realizuar mbi 400 tubime me gratë në çdo cep të Kosovës, nga qytetet e mëdha të fshatrat më periferike të Republikës. Tubimi madhështor me 29 janar si vjet, në sallën 1 tetori, ishte dëshmi e fuqisë sonë kolektive dhe e optimizmit qytetar i cili na shoqëron në këtë rrugtim. Ky angazhim nuk është shfaqur vetëm në teren, ajo është përfshirë dhe jetësuar edhe në programin ton politik, ku barazia gjinore nuk është një fjali simbolike, por një drejtim i qartë veprimi. Shembulli më i prekshëm është superpuna për gratë. Ndërkohë që superpuna për tri vazhdon, në mandatin vijim do ta jetësojmë superpunën për gra, që synon të jap grave jo vetëm vendin që u takon në tregun e punës, por edhe dinjitetin që meritojnë në çdo aspekt e fazë të jetës. Në zgjedhjet parlamentare, gratë aktiviste kanë qenë mbështetëse të palodhshme të grave të nivelit të tretë organizativ, duke krijuar hapësirë për fuqizimin dhe suksesin e tyre. Aktivistët gjithandej, qendrave televizjes e pikave të vetëvendosjes kanë punuar për lëvizjen ton, duke vënë në lëvizje gratë nga fshatrat më të largta në mbështetje të vetëvendosjes e në përkrahje të grave deputete. Tani është momenti që këto gratë nivelit të tretë ta kthejnë këtë mbështetje në zgjedhjet lokale, duke bashkëpunuar nga lart poshtë për të siguruar fitoren tonë të përbashkët në çdo komunë, fitoren e shumë aktivistëve nëpër komunat e Kosovës. Në prag të zgjedhjeve lokale të vitit 2025, komuniteti bëhet më i rëndësishëm se kurrë. Në fushatat lokale, format e dominimit dhe hierarkitë sociale patriarkale shpesh shpërfaqen në gjithë shëmtinë e tyre. Këto hierarki lulëzojnë aty ku komunitetet tona ndërtojnë jetën e përditshme, duke i penguar gratë të përparojnë dhe duke kufizuar zërin dhe rolin e tyre në jetën publike. Prandaj, zhvillimi dhe mirëmbajtja e komunitetit tonë duhet të jetë vigjilente dhe aktive, duke sfiduar këto strukturat pa drejta dhe duke promovuar solidaritet të vërtet dhe barazi reale. Zgjedhjet lokale janë një mundësi e jashtëzakonshme për të realizuar këtë angazhim në nivel komuniteti. Çdo komunë ka aq shumë veçanti dhe ndryshimet fillojnë pikërisht aty, nga komunitetet tona, nga përfaqësimi ynë në nivel lokal. Është rëndësishme që në ato komuna ku kandidatja për kryetare nuk është grua, të paktën bardhësia e listës të jetë grua. Ky hap siguron një barazi më të madhe në përfaqësim dhe gjithashtu i nxit gratë marrin më shumë përgjegjësi dhe të angazhohen fuqishëm e plotësisht në vendimarrjen lokale. Gratë për vetëvendosje po krijojnë gjithherë më shumë një hapësirë tre politike, ku zëri i grave dëgjohet dhe artikulohet e shndërrohet në veprim. Angazhimi i grave aktivistët lëvizjes në forume vendimmarrëse, në diskutime mbi mekanizmat që duhet të ndërtohen më tej në institucione e në shoqërinë mbar, duhet edhe të shpeshtohet edhe të zgjerohet. Diskutime të atilla brenda e jashtë subjektit politik, të cilat adresojnë ndikimin që kanë politikat e reja në dimenzionin gjinor. Sa më shumë që këta zëra shtohen, pjesëmarrja zgjerohet, vendimarrja forcohet. Aty ku gratë fitojnë, fiton e gjithë shoqëria.
me qasje transformuese, me politika drejta, por edhe më efikase, që përfshin maksimalisht nevojat e gjysmës shoqërisë. Andaj, nga ne duhet një angazhim i madh, institucional, shoqëror, e politik dhe organizativ. Vetëm kësaj mund të çlirojmë potencialin e plot grave si pjesëmarrëse të barabarta në çdo hapësirë të jetës publike. Kjo nënkupton edhe fuqizimin e grave dhe vajzave brenda subjektit tonë politik. Si organizatë me orientim social-demokrat, barazia nuk duhet të mbetet vetëm qëllim, por të bëhet tipar i strukturës tonë organizative, synim i solidaritetit si vlerë në praktikat e përditshme dhe kulturën tonë të brendshme. Duhet të shtojmë programet e mentorimit nga gratë që tashmë kanë përvojë politike, gratë që u japin krah grave më të reja dhe vajzave që të angazhohen politik, që shndrojnë për krahjen në pjesëmarrje aktive. Të ndërtohen aleanca të reja me partitë si motra, me rjetëzim të grave në shtetet demokratike në rajon e më gjërë. Rjetet të reja për bashkëveprim politik për te kufive. Ne jemi të lumtur që tashmë GVV-ja ka filluar lidhjet e para me Internacionalen Socialiste të grave. Përveç shkëmbimit të përvojave, është duke u punuar që GVV të bëhet pjesë e kësaj organizate që bashkon gratë social-demokrate nga mbar globi. Të shfrytëzohen edhe forumet online e takimet virtuale për të përfshirë gratë nga mërgata në proceset tona vendore. Takimet që sfidojnë distancën, por nxisin më tej lidhjen me to. Të organizohen fushata intenzive për të sfiduar stereotipet gjinore, përdorimi i medjave sociale dhe ngjarjeve publike për të luftuar këto stereotipe e të promovohet pjesëmarrja e grave në sferën publike. Të nderuara delegate të Këshillit të Grave për Vetvendosje, aktiviste e anëtare të lëvizjes, më duhet të flas edhe për situatën aktuale politike në të cilën ndodhemi, sepse kjo situatë gjithashtu e reflekton përballjen me struktura hierarkike patriarkale të prapambetura. Përderisa ne si qeveri në ndërmarrje administratë publike angazhohemi përdit që grave t'ju besohen pozita të ndryshme udhëheqëse, deputetët e opozitës nuk po e bëjnë këtë në Kuvendin e Republikës. Jo më larg se para 2 ditëve në mbledhjen e qeverisë të 260-ën me radhë, emëruam 3 gra në pozita të larta drejtuese. Drejtoren ekzekutive në Agjencinë për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur, drejtoren e përgjithshme në Inspektoriatin e Arsimit dhe drejtoren ekzekutive në Agjencinë e Meteorologjisë Kosovës. Lufta kundër kryetares GVV-s Albulena Haxhiu nuk është vetëm përplasje politike a partijake, por edhe përballje gjinore. Refuzimi për ta votuar atë si krye parlamentare tregon frigën që elitat patriarkale kanë nga gratë guximshme të cilat sfidojnë status quo. Gruaja të cilën më së shumti e ka votuar populli i Kosovës në zgjedhjet e 9 shkurtit është Albulena Haxhiu. Në vend se ta respektojnë popullin, e luftojnë Albulenën. Dhe kush e bën këtë? E bëjnë edhe 10 deputet që sot janë në opozit dhe e kanë votu zajednicën me 27 qershor të vitit 2013. Po ashtu 10 deputet që sot janë në opozit e kanë votuar amnestimin e kriminalëve serb në veri me 11 korrik 2013. E bëjnë edhe 7 deputet opozitar sot, të cilët me 3 gusht të vitit 2015 e kanë votuar gjykatën speciale. Dhe e bëjnë 15 deputet opozitar që janë tani e patën votuar demarkacionin me Malën e Zi me 21 mars 2018. E këta deputet të papenduar për këto 4 votime kaq të këqija nuk e votojnë Albulena Haxhiun. Dhe bile ja pamundsojnë korumin Kuvendit për votim të fshehtë. 5 deputet opozitar i kanë votuar të 4 këto të këqija, kurse Albulena Haxhiu asnjërin prej tyre. Ku ka më mirë se pikërisht Albulena Haxhiu ta udhëheq Kuvendin e Kosovës në legjislaturën e 9.
Të nderuara delegate, të dashura aktiviste, politikja prek thellë jetët tona. Dhe kjo është një betejë personale për çdo grua që kërkon të zërë vendin e saj në një hapësirë historikisht të dominuar nga burrat. Të dashura delegate, ju e dini më së miri se ne se personalja është politike. E politikën nuk mund ta shikojmë ndarës nga hierarkia sociale patriarkale që mbretëron. Të dashura delegate, le të vazhdojmë së bashku në këtë marshim drejt një shoqërie ku barazia gjinore nuk është vetëm një synim, por realitet i përditshëm. Të ndërtojmë komunitete solidare, të ndërgjegjshme dhe të bashkuara, sepse asnjësoj mund të sigurojmë progresin e qëndrueshëm për të gjithë dhe për të gjitha. Për angazhimin dhe optimizmin tuaj në këtë rrugtim drejt së ardhmes dhe për mbështetjen e pakursyer, ju falenderoj përzemërsisht. Dashura të pranishme, tani ju ftoj në një pauzë 20 minuta, edhe ju lutëm mos u vonani që mu kthy me kohë se për me përfundu mbledhjen me kohë pasi kemi obligime tjera përcaktume.